se erdhët në kuzhinën tonë, jemi në pjesën e fundit, përgatisim të tjera receta për ditën e sotme. Na duhet që të sjellim edhe ato që mos na ngelet merak gjë për këtë fund vit. Gjatë gjithë kësaj periudhe, gjatë gjithë muajit dhjetor, kemi sjell alternativa nga më të ndryshmet, nga më të larmishmet për tryezën tuaj festive. Dhe për këtë do të flasim, nuk do ta lëmë me kaq, do të bisedojmë se si do ta kombinojmë verën, pijet, ku gabojmë, temperatura e servirjes së pijeve, me radhë. Dhe po ashtu se çfarë kërkohet në për restorante, se dikush dëshiron ta festoj vitin e ri jashtë në restorante. Si ka ndryshuar menuja ndër vite, vitit të ri, si është të kënaqësh të gjitha shijet dhe preferencat e antarëve të familjes, se Anvisa mund të jetë ajo që dirigjen gjithë tryezën, po ka preferenca. Dëgjoj, ku je? A më merr dhe kokër vezë? Se ke një këtu të bërë? A i dua të për gjë tjetër. Të duhet të të lyrë sipër. Vasilo pita po piqet, ta ulim dhe pak temperaturën. Shtoj kripën, pak fare piper, gjë që është bluar të rash. Leja, në tregot çfarë përzierje tjetër aty? Pra, gjiz ose djath, çfarë lloj djathrash të keni ju? Ja. Pak krip, pak piper. Nëse ne e duam pak më të trash si mas, shtojmë djath të grirë kaçkavall, sepse masën e bën. Nuk do të shtoj gjalp, por do të shtoj vaj, se vetë peta e sfoliatës vërtet është e gatshme, po ka gjalp. Po, ka shumë gjalp. Ja. Dhe bëjmë të masën, ua, më ka marrë dhe uria. Ne më do ta pjekim tani, se kjo piqet kollaj. Po. Është mjaftueshëm e butë. Sepse dua të jetë masa e duhur, prandaj edhe e shtoj gradualisht. Derisa të jetë një masë kompakte, as mos të hallakatet në petë. Dhe e presim tani në formë të ta presim. Ja. Në byrechka të vogla, një më të madhe, format i zgjedhim si të duam. Pra, një byrek me 5 sfoliat. I shpejt. Pra bëj një masë e ngjeshur, jo e lëngshme, me gjizën dhe me pezën. Dhe nga nxehtësia atëherë unë shpalos edhe unë s'ka. E ke shpalosur gjithë muajin këto prerje të shtremët, gjithmonë shtremët, po? Jo, e ke marrë dorën. Ja ka marrë dorën. Po mirë. Krijoj të paktën të jetë në një formë Do ta bësh ato gëshetit në mbështjellje, që të jetë më dekorative. Dale se... Opak, hajde këtu ti. Bravo. Bëj dhe anën tjetër, ndërkohë unë po i lexoj produktet që përdorëm për përgatitjen e byrekut ton me 5 sfoliat të mbushur me. Shohim pak se çfarë kishim brenda. E duhet një 5 sfoliat e gatshme, të cilin e lini në temperaturën e ambientit. Kemi djath të bardh, 300-350 gram. Kemi një vezë për mbushjen, 2-3 lugë kos ose qumësht, një vezë për lyerje, krip, piper i zi dhe fara susami, të cilat do t'ja shtojmë në fund fare.
Pasi e kemi shtruar në mes, në një shtrat të tillë, bëjmë të prerjet anësore dhe më pas e lidhim si Ja, shumë të shpejt i tillë. Okej. Po të doni jo. Po të doni jo bëni dhe kështu. Se s'është domosdoshmërisht. Një gabim bëm neve që në fillim tani që po e shoh. Më thuaj. Ta kishin vendosur tek kjo letra, që të mos e kishe problema të zhvendosje pastaj tek tepsia. Po, e drejtë Kishim është, shtruar por atë letrën, po do t'ja dalim. do ja dalim, patjetër që do ja dalim. Pra, sa më shumë të qëndroj, më vështirë është për petën sfoliatës, se ulet, bëhet si lëshohet, është dytëri në temperaturën e dhomës, aq sa të filloj të zbutet nga forcia në ngrije ku ka qëndruar, në pas direkt e përgatisni, edhe në rastet të tjera. Kjo këtu, kjo këtu, një bebe e vogël, Pra, një mbështjellje e tillë, do ta lyejmë edhe me të verdhën e vezës. opa, ma kap të, op. Ja, ka gjë që zbëhet. Dale, se do të rregulloj, pse si? Por që të mos rrezikoni që të hapet, vendoseni direkt tek letra. Shoh pak të ëmbëlsirën. Kjo mas, Nuk po e hap, vjen një aromë shumë e mirë. Pasilopita që gatuam në pjesën e parë pranvisat që nuk na arritën të na ndiqnin, tani së bashku Albana lyen tani me të verdhën e vezës o vital me këtë ngjyrë të ndezur, sipër do t'i shtojmë edhe fara susami. Pra, ky është një byrek i shpejt, i thjesht me petë sfoliat që ka brenda gjizë, qumësht, vezë, krip piper të zi, djath, fara susami. normalisht, pjesa do marrë një volum, do dyfishohet, dhe pjesa e mbushjes do dalin si përfaqe. Pra, mbushen mirë. Merr ato ngjyrën e bukur, shkëlqen kur piqet. Unë shtoj pakës krip. Ka Pa. problem. Edhe farat e susamit që e mbulojnë mirë. Japin aromë Ja, janë shumë kur piqen, njërë lëshojnë ato aromën. dhe në furrë direkt. Në furrë direkt, ne na kanë mbetur vetëm 2 minuta, kështu që Për 2 po minuta të shohim japim- pak vasilopitës. Japim dashurinë tonë për 2 minuta. Dhe duke qenë se kemi në furrë lart, po ndrojmë vendet dhe po e sjellim. Kjo është pra Ja, një sekond. një recetë shumë e shpejt, e thjesht, me petë sfoliat, mund të bëni mbushje nga më të shpejta, sidomos në këto rastet kur kemi këto ditët festive. Mund ta përgatisni me këtë mbushje sepse është më e preferuar dhe më e thjesht, më e kërkuar edhe për fëmijët.